vazhdojmë me pikat e parapara për rendin e ditës, duke nisur me shqyrtimin e propozim vendimit për aprovimin e ekstraktit procedurale dhe transkriptit mbledhjes 258 dhe të ekstrakteve të procedurale të mbledhjeve 257 dhe 259 elektronike korresponduese të Qeverisë së Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, anëtarë të qeverisë, këto ekstrakte të procedurale dhe transkriptit u janë shpërndarë në linkun e materialeve të mbledhjes 260 të qeverisë. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e drejtorit ekzekutiv për Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin për të Rritur. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit propozon që zonja Fikrie Zymberit të emërohet në pozitën e drejtoreshës ekzekutive në këtë agjenci. Zonja Fikrie Zymberi obligohet të kryejë gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Për më shumë e ftoj ministrën zonjën Arbria Nagopsi që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, ministra, të gjithë të pranishëm. Mbledhani të propozoj para jush propozim vendimin për emërimin e drejtores ekzekutive në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në pajtim me dispozitat e ligjit numër 08L197 për zyrtarët publik dhe rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil, Ministria e Arsimit ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendit të punës drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur. Gjatë kohës sa ka qenë i hapur konkursi, kanë aplikuar gjithsej 18 kandidat, nga të cilët 7 kanë kaluar fazën e verifikimit. Në pajtim me ligjin dhe procedurën, Komisioni i Pranimit është themeluar me vendim të Qeverisë së Kosovës me datën 11/12 të vitit 2024. Komisioni i Pranimit me datën 20/12/2024 ka finalizuar punën dhe ka përgatitur rekomandimet me emrat e 3 kandidatëve të cilët kanë kaluar provën minimal prej 70 pikëve. Lidhur me këtë procedurë të rekrutimit, edhe Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës ka shqyrtuar dhe refuzuar një ankesë të paraqitur dhe ka vërtetuar që procedura është zhvilluar në pajtim me dispozitat e ligjit për zyrtarët publik dhe rregullatore tjera në fuqi për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Në pajtim me nenin 49, paragrafin 1 të ligjit për zyrtarët publik dhe nenin 16, paragrafi 2 të rregullores numër 15/2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, pas përfundimit të procedurës ankesës dhe gjitha fazave paraprake, Ministria ka përzgjedhur zonjën Fikrie Zymberi si kandidatën më të përnduar për pozitën drejtor ekzekutiv në Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional për Arsimin për të Rritur. Ky propozim është diskutuar dhe konsultuar në gjitha institucionet përkatëse dhe përmbush kërkesat procedurale për t'u nënshtruar vendimarrjes në këtë mbledhje të qeverisë, andaj ju ftoj që ta votojmë. Faleminderit. Faleminderit Ministre Nagopsi, do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e drejtorit të përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit. Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit e propozon zonjën Besa Bytyqi Baraliu për të emëruar në pozitën e drejtores së përgjithshme të Inspektoratit të Arsimit, për më shumë lidhur me përgjegjësitë dhe obligimet në zbatimin e mandatit. E ftoj edhe një herë ministrin Nagopsi në marrë fjalë. Faleminderit kryeministër, atëherë përparaqes para jush propozim vendimin për emërimin e drejtorit përgjithshëm të Inspektoratit të Arsimit në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Në pajtim me ligjin për zyrtarët publik dhe rregulloret në fuqi, Ministria ka zhvilluar procedurat e rekrutimit për plotësimin e vendit të punës drejtori i përgjithshëm i Inspektoratit të Arsimit, pozitë kjo e cila ka qenë duke ushtruar me ushtrues të detyrës. Gjatë kohës sa ka qenë i hapur konkursi, kanë aplikuar gjithsej 37 kandidat, nga të cilët 18 kanë kaluar fazën e verifikimit. Në pajtim me legjislacionin në fuqi,
ka finalizuar vlerësimin e intervistës dhe ka përgatitur njoftimin për renditjen përfundimtare të 5 kandidatëve që ishin pjesë e këtij procesi dhe zonja Besa Bytyqi Baraliu ka marrë numrin maksimal të pikëve. Edhe në lidhje me këtë procedurë të rekrutimit, Këshilli i Pavarur Mbikëqyrës për Shërbimin Civil të Kosovës ka shqyrtuar ankesat e paraqitura dhe ka refuzuar të njëjtat, duke vërtetuar që procedura është zhvilluar në pajtim me dispozitat e ligjit për zyrtarët publik dhe rregullore tjera në fuqi për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Andaj në pajtim me nenin 49, paragrafin 1 të ligjit për zyrtarët publik dhe nenin 16, paragrafi 2 të rregullores për procedurën e pranimit në shërbimin civil, pas përfundimit të suksesshëm të gjitha procedurave paraprake, Ministria ka përgjedhur zonjën Besa Bytyqi si kandidaten më të pointuar për pozitën e drejtoreshës së përgjithshme të Inspektoratit të Arsimit. Andaj edhe kërkoj mbështetjen tuaj që ta miratoni këtë propozim vendim pas parasysh edhe gjithë kualifikimet dhe përvojën e gjatë në Ministrinë të Arsimit të zonjës Besa Bytyqi Baraliu. Ju faleminderit. Faleminderit Ministrin Agavës, do fjalën dikush për diskutim. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emrimin e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë së Meteorologjisë së Kosovës. Procesi i përzgjedhjes edhe për këtë pozitë nivelit lartë drejtues është zhvilluar në mbështetje të ligjit për zyrtarët publik dhe rregullorës për procedurën e pranimit në shërbimin civil. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Teknikës ka përzgjedhur zonjën Sebahate Bushrani Ibrahimi që të emërohet në pozitën e drejtores ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. E ftoj ministren zonjën Rozeta Hajdare sa merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, lejoni që në emër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë të paraqes arsyeshmërinë e propozim vendimit për emërimin e pozitës së drejtorit ekzekutiv në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. Meteorologjia e Kosovës, ose respektivisht Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës, është institucioni kryesor shtetëror përgjegjës për meteorologjinë e Republikën e Kosovës dhe ka rol kyç në zhvillimin e sistemit kombëtar të matjeve, duke siguruar kështu besueshmërinë dhe saktësinë e instrumenteve matëse në sektor të ndryshëm si në industri, shëndetësi dhe mjedis. Duke vlerësuar domethënien jetike të meteorologjisë, mund të ndërtojmë një Kosovë më të sigurt, sepse meteorologjia është çelës garantues për matjen dhe performancën e produkteve që ne përdorim, sidomos sot, në botën e dominuar nga teknologjia dhe inovacioni. Prandaj, procesi i përzgjedhjes në këtë pozitë të nivelit të lartë drejtues të Agjencisë së Meteorologjisë së Kosovës është zhvilluar në mbështetje të nenit 49 të ligjit numër 08 L-97 për zyrtarët publik, nenit 16 të rregullores së qeverisë numër 15 të vitit 2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil, e ndryshuar dhe plotësuar me rregullore numër 05/2024. Tutje Komisioni Vlerësues pas zhvillimit të gjitha fazave të procedurës rekrutuese ka hartuar raportin e përzgjedhjes së kandidatit për pozitën e drejtorit ekzekutiv në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. Bazuar në këtë raport të përzgjedhjes, ju propozoj që në këtë mbledhje të qeverisë të miratoni propozim vendimin për emërimin e zonjës Sebahate Bushrani Ibrahimi në pozitën drejtore ekzekutive në Agjencinë e Meteorologjisë së Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit Ministra Hajdare, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi për propozim vendimit për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim në pozitën e lartë të kategorisë drejtuese, drejtor ekzekutiv në Agjencinë Qendrore të Prokurimit. E ftoj Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, zotëria Kuran Muratin, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar kolegë. Siç e theksoi kryeministri në fillim të mbledhjes, pra bëhet fjalë për konkurse dhe procedura që tashmë kanë filluar para përfundimit të mandatit tonë të rregullt si qeveri, dhe në këtë rast bëhet fjalë për Agjencinë Qendrore të Prokurimit në kuadër të Ministrisë Financave, Punës dhe Transfereve, pra është pozita e lartë e kategorisë drejtuese, kryeshef ekzekutiv. Dhe në këtë rast propozojmë që në kuadër të Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional
të emërohen personat si vjen: Fadile Dyla, zonja Fadile Dyla si kryesuese, zotëri Ismail Dibrani antar, zotëri Eton Qela antar, zonja Razie Murtezaj antare dhe zotëri Varian Avdiu si ekspert jashtëm antar. Faleminderit. Faleminderit Ministër Murati, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka abstenim, s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim në pozitën e lartë të kategorisë drejtuese drejtor ekzekutiv në thesarin e Kosovës. Ftoj edhe një herë Ministrin Murati që na merr fjalën. Faleminderit i nderuar Kryeministër, edhe për këtë pozitë pra të lartë të kategorisë drejtuese, propozohet që të emërohet komisioni ad hoc si në vijim: zonja Venera Qerkini kryesuese, zonja Anita Kalanderi antare, zotëri Naim Gashi antar, zonja Razie Murtezi antare dhe zotëri Valian Avdiu antar. Faleminderit. Faleminderit, me që nuk e do fjalën dikush për diskutim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i propozim vendimit për ndarjen e mjeteve financiare për përmbushjen e kontributit vjetor Qeverisë Republikës Kosovës për vitin 2025 në qendrën rajonale për migrim, azilit dhe refugjat Meseli në Shkup. Republika e Kosovës përmbush detyrimet në pajtim me obligimet e marrë nga antarësimi në qendrën rajonale të nismës rajonale për migrim, azilit dhe refugjat me shkurtesën Marri në shumë prej 20.721 euro. E ftoj Ministrin e Punëve të Brendshme, zotëri Xhelal Sveqen, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, nderuar Kryeministër, të nderuara zëvendës kryeministre, të nderuar ministra dhe zëvendës ministra, kam lënë të prezantoj para jush projekt vendimin për përmbushjen e kontributit vjetor të Qeverisë Republikës Kosovës në qendrën rajonale të nismës rajonale për migrim, azil dhe refugjat Marri Meseli në Shkup. Republika e Kosovës është antarësuar në Marri më 10 qershor 2015, duke u bazuar në deklaratën e Shkupit të forumit të Marri dhe i gëzon të gjitha të drejtat e barabarta, si shtete tjera anëtare të cilat janë Shqipëria, Maqedonia, Bosnia dhe Hercegovina, Serbia, Malizi dhe Kosova. Përveç përfitimeve në fushën e menaxhimit të migracionit dhe refugjatëve, Kosova duhet të përmbush obligimin financiar vjetor. Andaj, duke marrë në konsideratë rëndësinë e këtij procesi, kërkoj nga ju miratimin e vendimit të propozuar. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveqla. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e Komisionit ankesave për shtetësi. Ministria e Punëve të Brendshme ka propozuar themelimin e këtij komisioni në zbatim të ligjit për shtetësinë e Kosovës. Ky komision do të funksionojë si organ i pavarur administrativ për shqyrtimin e ankesave ndaj vendimeve për shtetësinë, duke siguruar një proces të drejtë dhe transparent. Qëllimi është forcimi i mbrojtjes drejtave të qytetarëve dhe përmirësimi i procedurave administrative në këtë fushë. Ftoj edhe një herë Ministrin Sveqla që ta merr fjalën. Faleminderit, i nderuar Kryeministër. Në përputhje me kompetencat e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe në zbatim të ligjit për shtetësinë e Kosovës, konkretisht të drejtës për ankesë ndaj vendimeve që lidhen me fitimin, humbjen apo heqjen e shtetësisë së Republikës së Kosovës, po propozojmë për miratim themelimin e Komisionit të ankesave për shtetësi. Ky komision përbën një mekanizëm institucional të nevojshëm për garantimin e një procedure administrative të drejtë, transparente dhe të barabartë për të gjithë personat që preken nga vendimet të organeve kompetente në fushën e shtetësisë. Qëllimi kryesor i themelimit të komisionit është krijimi i një organi pavarur administrativ, i cili do të shqyrtojë ankesat në mënyrë profesionale dhe të paanshme, duke siguruar një rishqyrtim efektiv të vendimeve të ankesave, si dhe duke mundësuar zbatimin e së drejtës përmjet juridik në kuadër të administratës shtetërore, përpara se palët të drejtohen në instanca gjyqësore. Prandaj, duke marrë parasysh nevojën për garantimin e të drejtës për ankesë në çështjet e shtetësisë dhe përmirësimin e qasjes së qytetarëve në drejtësi administrative, kërkoj miratimin tuaj për themelimin e Komisionit të ankesave për shtetësi. Faleminderit.
Faleminderit Ministër Sveçla. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 9 është shqyrtimi i propozimit vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të palojshme të cilat preken nga realizimi i projektit mbyllje e deponisë aktuale dhe realizimin e deponisë sanitare 3 në Pej, zona katastrale Lutogllav, komuna e Pejës. E ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jeton Rakën, që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar ministra. Me propozim të Departamentit të Shpronësimit në kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Qeveria e Republikës Kosovës më datë 12/03/2025 ka miratuar vendimin numër 06/251 për miratimin e kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i projektit mbyllje e deponisë aktuale dhe realizimi i deponisë sanitare të re në Pej, zona kadastrale Lutogllav, komuna Pej. Pas miratimit të këtij vendimi, Departamenti i Shpronësimit më datë 27 mars 2025 ka mbajtur dëgjimin publik në komunën e Pejës me pronarët e pronave konform nenit 9 të ligjit për shpronësim dhe gjatë këtyre dëgjimeve ka trajtuar të gjitha komentet e pronarëve që kanë të bëjnë me komentet e tyre për procedurën e shpronësimit. Bazuar në ligjin për shpronësimin e pronës së paluajtshme, Departamenti i Shpronësimit ka konstatuar se janë plotësuar në tërësi dispozitat ligjore dhe i propozon Qeverisë së Republikës Kosovës që të nxjerrë vendim preliminar për ligjshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik të pronave të paluajtshme të pronarëve dhe zotëruesve të interesit, të cilat preken nga realizimi i këtij projekti. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Raka. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozimit vendimit për emërimin e kryeinspektorit të Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë propozon që zotëri Labinot Zeqiri të emërohet në pozitën e kryeinspektorit të Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë. E ftoj ministrin e Shëndetësisë, zotëri Arben Vitin, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministre, ministra e zëvendës ministre. Ministria e Shëndetësisë ka shpallur konkursin publik me datë 5 shkurt 2025 për pozitën kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë dhe ka zhvilluar të gjitha procedurat e rekrutimit për pozitën e punës kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë me numër reference RN 000-16628. Konkursi për pozitën e Inspektoratit Shëndetësor është zhvilluar në përputhje me të gjitha procedurat ligjore, duke garantuar parimet e barazisë, transparencës dhe meritës. Procesi i rekrutimit është organizuar në mënyrë të drejtë dhe të hapur, duke siguruar trajtim të barabartë për të gjithë kandidatët dhe duke u bazuar në kualifikimet profesionale dhe përvojën e tyre. Ministria ju propozon miratimin e këtij propozim vendimi, me të cilin zoti Labinot Zeqiri emërohet në pozitën kryeinspektor Inspektoratit Qendror të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ka për qëllim që të fuqizojë mbikëqyrjen dhe të sigurojë zbatimin e legjislacionit të sektorit shëndetësisë në çdo institucion shëndetësor në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit ministër Vitia. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika 11 është shqyrtimi i propozimit vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e tabelave nga paragrafi 2 i nenit 10 ligjit numër 02/LV 128 për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursor, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim përcaktuar me konventet ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve. E ftoj edhe një herë ministrin Vitia që ta merr fjalën. Faleminderit i nderuar kryeministër. Ligji numër 02/L128 për barnat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursor, konkretisht neni 10 paragrafi 2, parashet që plotësimi dhe ndryshimi i tabelave nga paragrafi 1 i këtij neni bëhet nga qeveria me propozimin e komisionit, duke u bazuar në mekanizmat për ndërrim dhe plotësim të përcaktuara me konventat ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve.
Komisioni për narkotik i themeluar nga qeveria me vendimin numër 10 viz 249 të datës 26 shkurt 2025, në pajtim me nenin 6 të ligjit 02 L 128, ka hartuar propozimin për plotësimin dhe ndryshimin e tabelave në fjalë, si dhe propozon miratimin e tyre. Miratimi i këtij propozimi është një hap strategjik në forcimin e kontrollit institucional mbi substancat me potencial për abuzim dhe rritjen e sigurisë shëndetësore dhe publike në Republikën e Kosovës. Bazuar në këtë, Ministria rekomandon miratimin e këtij propozimi nga Qeveria e Republikës Kosovës për të siguruar përputhshmërinë me standarde ndërkombëtare dhe për të garantuar mbrojtjen e shëndetit publik. Ju falenderit. Faleminderit Ministër Vitia, do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 12 është shqyrtimi propozim vendimit për rialokimin e mjeteve në Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal nga projekti Kapital Bashkëfinancimi me donatorët për skemën e granteve bazuar në performancën komunale dhe 25 projekte kapitale në përputhje me 25 marrëveshjet e mirëkuptimit për projekte kapitale të nënshkruara nga Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal dhe kryetarët e komunave dhe donatorët. Propozohet që të aprovohet rialokimi i mjeteve në shumë prej 4.5 milion euro në 25 projekte kapitale të ndryshme nëpër komuna, gjithherë duke u mbështetur në skemën e performancës së këtyre komunave. E ftoj Ministrin e Administrimit Pushtetit Lokal, zotëri Albert Krasniqin, që ta merr fjalën. Faleminderit, nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të Kabinetit Qeveritar. Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, bazuar në ligjin për ndarjen buxhetore të Republikës së Kosovës për vitin 2025, neni 14.3, ka të parapar programin bashkëfinancim me donator për skemën e grantit në performancën komunale. Ky program është i planifikuar të mbështesë 12 komuna përfituese të grantit të performancës komunale, megjithëse 25 projekte në vlerë prej 4.500.000 euro. Andaj me qëllim të realizimit të këtyre projekteve, kërkojmë nga ju që mjetet në shumë prej 4.5 milion euro të rialokohen në kodin 15525, programi i bashkëfinancimit me donator për skemën e grantit bazuar në performancën komunale për vitin 2025, në 25 projekte të cilat janë nënshkruar marrëveshjet e mirëkuptimit në mes të MAPL-s dhe kryetarëve të komunave. Ju falenderit. Faleminderit Ministër Krasniqi, edhe fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 13 është shqyrtimi i draftit të planit të rishikuar të veprimit 2025-2026 për zbatimin e strategjisë për veçqeverisje lokale 2016-2026. Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal ka rishikuar këtë plan veprimit përmes të cilët synohet rritet autonomia lokale dhe të ofrohen shërbime me kosto efektive nëpër komuna. E ftoj edhe një herë Ministrin Krasniqi që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, MAPL konform mandatit të saj ligjor dhe me qëllim që të sigurojë funksionimin sa më efikas të veçqeverisjes lokale në Kosovë, në këtë ndjedhje të qeverisë ka propozuar miratimin e rishikimit të planit të veprimit të strategjisë për veçqeverisje lokale. Ky plan ka për qëllim rishikimin e aktiviteteve të përcaktuara në strategjinë për veçqeverisje lokale 2016-2026, i cili synon rritjen e autonomisë lokale dhe forcimin e aftësisë së komunave që nëpërmjet pjesëmarrjes aktive të qytetarëve dhe përfaqësimit demokratik të ofroj shërbime me kosto efektive dhe të përgjithshme për të rritur cilësinë e jetës, sigurinë dhe zhvillimin ekonomik lokal. Faleminderit Ministër Krasniqi, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 14 është informimi i Kabinetit Qeveritar për raportin e vlerësimit të ligjshmërisë së akteve të kuvendeve të komunave për periudhën janar-dhjetor 2024. Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal në përputhje me përgjegjësitë ligjore mbikëqyr veprimtarinë e komunave të Republikës Kosovës, në kuadër të këtij mandati, kjo ministri bën raportim periodik në qeverinë e Republikës Kosovës lidhur me punën e organeve komunale. E ftoj Ministrin e Administrimit Pushtetit Lokal, zotëri Albert Krasniqin, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar anëtarë të Kabinetit Qeveritar, Ministria e Pushtetit Lokal në përputhje me përgjegjësitë ligjore të përcaktuara me ligjin për veçqeverisje lokale përkatësisht në 86, mbikëqyr veprimtarinë e komunave të Republikës Kosovës dhe harton raportet periodike.
sa i përket vlerësimit të vlefshmërisë së akteve të konventeve komunale për këtë periudhë, MAPL ka sjellë në qeveri këtë raport në përputhje me Ligjin 13 të ligjit për shqyrtimin administrativ të akteve të komunave, me të cilin MAPL është përgjegjëse për koordinimin dhe raportimin periodik dhe vjetor lidhur me mbikëqyrjen e akteve të komunave. Përmes këtij raporti mundohemi të krijojmë një pasqyrë të qartë lidhur me aktivitetet që kanë ndërmarrë komunat si dhe obligimet e MAPL-s, Ministrive të Linjës dhe institucioneve të tjera përgjegjëse për këtë proces. Gjithashtu, raporti shërben si një mjet adekuat për të rritur transparencën në organeve të pushtetit lokal si dhe atij qendror. Në këtë raportim janë përfshirë aktet e miratuara nga 38 komunat e Republikës Kosovës, si dhe vlerësimi i këtyre akteve nga MAPL, Ministritë të Linjës dhe institucionet përgjegjëse për këtë proces. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Krasniqi, kjo pikë ishte vetëm për informim, krejt në fund është të ndryshme, nëse nuk ka dikush diçka që është shumë e rëndësishme dhe urgjente, nuk ka siç duket. Faleminderit shumë e mirupafshim në aktivitete mbledhje të tjera.